djemët, që mirë me këtë punë, ato janë, dhe më thonë veç thashtë thame. Se nuk janë ato çmime që i kam publikuar. Veni ka pas biseda kështu me këngëtarë që i ka pranuar ato. Ka pas, na këngëtarë duhet me kon pak, na këngëtarët më thirr publikisht pak frymën pak çmime, rritën vetën, që mendojnë se me çmim rritet vetja. A me bom në ashti kështu tjetër kon, pak ma poshtë jena. Kanë të fryra të çmimet? Realiteti kjo, po kupton, nëse dojna me folë drejt, po kupton. E a bojnë qefën vetës për vjenë me... Tash s'po di, unë po... Cila është arsyeja pse mi fry çmimet? Për shembull, pse më thon publikisht X këngëtari kanë 5.000 në rregullim. Ma mirë ndrosë dhe çmimet le. E na bojnë për Megjithatë, unë jam në... E di situatën, të gjithë paguajnë tatimet. Po, nuk e bojnë, sigurisht, normalisht, se cilë këngëtar pagun. Për shembull, një këngëtar, pavarësisht do çmime që i kanë përmend, ata nuk do të më ditë ato se nuk është veç këngëtari ato që merr ato parë. Është orkestra, Por zërimi është ajo kjo, janë teknika, zërimi, janë kostet e veta që i ka çdo punë. Njëjtë edhe për shembull, kjo për vello, për këto, nuk është veç vello me ndrejtë. Kjo që merr 6 milion, 4-5 muaj për shembull. Me ka 4-5 tash mundet me gjithë astroba sepse është edhe kjo. Po mvaret ka. Edhe do të me cek një sënë, se nuk janë çmimet e këngëtarëve gjithmonë në këtë vitin njëjtë. Apo kupton? Pak të unë jo, apo kupton? Gjatë sezonës normal që ma shtrejt, apo? Po sigurisht, normal, sezonës pak ma shtrejt.